Kush është Zoti? Cili është emri i tij? Jehova, Jahve apo diçka tjetër? Cilat janë titujt e tij? Shumë njerëz pyesin për këto gjëra. Njëherë më thanë se në Islam është më qartë sepse Zoti ka 99 emra të bukur. Dhe shumica e tyre përputhen me mënyrën si Bibla e përshkruan Zotin. Por, ndoshta po kërkojmë në vendin e gabuar. Zoti nuk njihet përmes titujve, por përmes veprave të tij. Në urdhërimin e parë, ai thotë: "Unë jam Zoti Perëndia yt, që të nxorra nga toka e Egjiptit." Ai thotë: "Unë jam ai që të kam çliruar. Unë jam ai që të dua." Dhe kjo arriti kulmin e Jezu Krishtin. Ai u bë njeri, vuajti, u kryqësua, vdiq dhe u ringjall për ne. Sepse dashuria e tij është e përsosur, edhe kur e jona nuk është.